Në një aktivitet sensibilizues për sigurinë rrugore, i organizuar nga European Association for Accident Analysis dhe Policia e Shtetit, u inskenuan 3 aksidente të rënda që sillin pasoja fatale për jetën e njerëzit. I pari nisi me përplasjen e një makine me një monopatin në të cilën u dotonin 2 persona, njëri prej tyre i mitur. Inskenimi vijoi me ekspertët e sigurisë të cilët kryen veprimet hetimore në vengjarje me pajisjet përkatëse. Inskenimi i dytë vijoi me përplasjen e një kamioni dhe një makine, ndërsa i treti me përplasjen e një mjeti me një biçikletë. Aktiviteti u zhvillua në sheshin Nën Tereza, ku i pranishëm ishte edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, i cili dha këtë mesazh për ndërgjegjësimin qytetar në reduktimin e aksidenteve. Diçka shumë të shtrenjtë për jetën. Çdo humbje jete në statistikat tona të aksidenteve nuk është thjesht një numër. Është një jetë e ndërprerë në mes, është një familje e lënduar. Drejtuesit e automjeteve, motomjeteve dhe këmbësorët duhet të ndërgjegjësohen dhe të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, pasi rruga nuk është një pistë garash, por një hapësirë bashkëjetese ku përgjegjëshmëria e secilit prej nesh përcakton nëse do të kthehemi shëndosh e mirë në shtëpi dhe tek njerëzit tanë të dashur. Ndërkohë në formën e një ekspozite ishin vendosur me fotografi rreth 40 aksidentet më të rënda të ndodhura në të gjithë vendin gjatë viteve të fundit.